Borxhi i Shteteve të Bashkuara ka kaluar për herë të parë kufirin e 40 trilion dollarëve. Ekspertët paralajmërojnë për rrezikun e një krize fiskale ndërsa interesat e borxhit janë kthyer në zërin e dytë më të madh të buxhetit federal. Borxhi i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara ka kapërcyer për herë të parë kufirin historik të 40 trilion dollarëve. Sipas Departamentit Amerikan të Thesarit, ai arriti në 40.047 trilion dollar. Prej kësaj shume, 32.266 trilion janë letra me vlerë të mbajtura nga publiku, ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga detyrimet brenda institucioneve federale. Borxhi është më shumë se dyfishuar që prej janarit 2017, kur Donald Trump i mori mandatin e tij të parë. Gjatë 2 mandateve të Trumpit deri tani borxhi është rritur me 11.6 trilion dollar, ndërsa gjatë 4 viteve të presidencës së Joe Bidenit u shtuan edhe 8.4 trilion të tjerë. Rreth 1/3 e rritjes lidhet me huamarrjen gjatë pandemisë. Pjesa tjetër i atribuohet uljes së taksave, shpenzimeve publike dhe kostove në rritje për pensionet, shëndetësinë dhe interesat. Vetëm pagesat vjetore të interesave kanë arritur në 1.1 trilion dollar. Në 10 muajt e parë të vitit fiskal 2026, ato të i kaluan edhe shpenzimet për programin shëndetësor Medicare. Pas rritjes së fortë të interesave të obligacioneve afatgjata, sekretari i Thesarit Scott Bessent njoftoi dyfishimin e blerjeve të borxhit. Presidenti Trump deklaroi se amerikanët nuk duhet të shqetësohen nga luhatjet e tregut, duke kërkuar përsëri uljen e normave të interesit.